Cila është lëvizja e radhës e Merem Meselës? Kandidatja e skualifikuar nga gara për kryetar të Partisë Demokratike Merem Mesela ka kundërshtuar vendimin e Gjykatës së Tiranës, e cila i kërkonte korrigjim të padis dhe kthimin e akteve, por Merem Mesela ka kundërshtuar këtë vendim të Gjykatës së Tiranës në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm të Tiranës. Ajo pretendon se Gjykata e Tiranës e ka paragjykuar padin e saj dhe i kërkon apelit që të prish vendimin e Gjykatës Tiranës, ta kthej për rigjykim po në Gjykatën e Tiranës me një tjetër trup gjykuese, pasi pretendon se i është bërë padrejtësi me kthimin e akteve apo me kërkesën për të korrigjuar padin fillestare të saj. Pra tani çështja shkon në apel dhe duhet të prehet apeli nëse do e kthej për gjykim për rigjykim në Gjykatën e Tiranës apo do e rrëzoj. Megjithatë, edhe rrëzimi nuk djeg përfundimisht Merem Meselën për shkak se Gjykata e Tiranës i ka kthyer aktet për të korrigjuar, sepse Merem Mesela nuk ishte përcaktuar sakt se kush ishte Sali Berisha, Partia Demokratike, Selia, adresa apo edhe vetë nuk e kishte identifikuar qartë, madje nuk kishte dorëzuar as kartë identiteti. Megjithatë, betejë për garën në Partinë Demokratike vazhdon. Merem Mesela kujtoi se në padin e saj në datën 2 maj ka kërkuar jo vetëm skualifikimin automatik nga gara të Sali Berishës dhe mos lejimin e kandidimit të tij, por edhe rikthimin e saj në garën për kryetar të Partisë Demokratike, po ashtu pezullimin e procesit zgjedhor për kryetar në Partinë Demokratike deri në marrjen e vendimi përfundimtar të formës së prerë nga gjykatat. E kuptoj. Faleminderit Andon për këtë raportim.